هو këtë duat Musës a.s. që ka ba, wallahu alem, a ka menu martesën me ta ajo. Këta nuk mëj me thanë, s'pa kjo nëse me thanë. Ama është interesant se pas kësaj duas të Musës a.s. I ka ardhë martesa, jo i ka ardhë, po i ka ardhë e gatu me hazër krejt. E një historinë, Musa a.s. gjatë udhës, është naltë një ujë, edhe i ka pa njerëz të i dhanë enamve, lave, vive, dheve, ujë. Edhe i ka pa dy qika që në kanë ma anasht, ama nuk jënë përzi shumë. Edhe i ka vetë, ngo që fa ma beti shkurt. Ka është puna ju? Atë kuptimin, pëse po pret në këto? Ka thonë, po presëm për shkak se të largohën njerëzit, edhe i na arë për shkak se baba jonë është plak i vjetër. Muhabet shumë i shkurt. Tani Musa a.s. ju ka dhonë ujë e në amve tyne, do më dheve dhe lave dhe dhive dhe që kanë pas, ato ju ka një Musa a.s. mi jo dhonë ujë. Edhe kanë pi ujë e në amt edhe në shku. Kur në shku të shpia vet, i kanë kazu babës tyne që kështu na kanë imu një njeri. E Musa a.s. mas që sa njarje, thëtë Allahu a.s. o shku në rije. O shku në rije edhe ka thonë Rabbi, me gjithë të mira që mi ke dhanë. Krahës këtë mira që mi ke dhanë. Unë jam fukara, fakir. Gëtë që ka thëtë Allahu a.s. Kur ka thonë Musa a.s. kështu, jam fukara, thëtë Allahu a.s. Fëgjët jahtëhuma, të mshi ala stiqja. I ka ardhë njana për tyne qika. O ardhë të ecë me marre. Të ecë me marre. Pak ma përpara Musa a.s. i takoj këtë dyja, nuk e përmen marrën. Këtu thëtë, o ardhë njana për tyne të ecë me marre. Musliman që janë martum e njohin këta, do më thënë, nështë e zatet një grua dikon. Nuk i marrë, për shkak se veç e ke zatet. Në momente që ti të manu rreth martesis, të shtohet marrja. Ka ardhë të ecë me marrë dhe i ka thonë, baba jam, po të thirë, por me shpërbly ty, por atë ndimën që na ke dhanë. E kur ka shku Musa a.s. taj, i ka thonë, baba e këty një qika. Unë pe ka zë historinë shumë shkort, por me mrita aty ku pëdu. I ka thonë, baba e këty një qika, u ka thonë, unë po du me të martu me njanën për këtyne dy qika. Po du me të martu, po du me të dhanë njanën për këtyne dy qika. Kur Musa a.s. me ka ba që da, Rabbi, lima enzelta aleja min khairin, fakir. Rabbi, krahës këtë mira që mi ke dhanë, unë halajën fukara. Kjo lëdën që martesa është pasërio musliman. Më thonë, lutë Allahun azza për më martu, ma e men që të për me. Edhe në qovë se je pasuniki ma e madh, je fukara për dhe sa si e martu. Je fukara për dhe sa si e martu. E kur të martu është e mërvesh fa fukara e kanë. Edhe mërvesh me qka ke hub kohën. E disa më dhimën të rritë kur isha të hub kohën me kurgja e kujtojnë që jenë të bati qka. E hubin kohën bashkë me kurkan, bashkë me kurgja. E koha jote është me qu kohën për familje tane, me punu për familjen tane, me punu për fëmijët e tu. Kjo është koha jote. Më kujdes për prindrit e tu. Kjo është ajo koha që lype tash me vapë te. Ti kujton që me dalë me nejt me atë shokën është obligim, është mirësirë, nuk është kurgja heq ajo. Bashkë që ishë kurgja. Ma e men që të për me, qa ditë që të martohesh ki me pa që u kanë humbje kohës. Ose ajo martohet edhe të kalzëm as 2 dite që kjo, ajo u kanë humbje kohës krejt. U kanë kurgja heq. U kanë kina qu kohën e kotë. E lusëm Allahun azza wa jalla në animu.